Përshëndetje, uroj që t'jeni të gjithë mirë. Tema për sot në orën e fizikës është vrojtimi i qiellit dhe zbatimet në astronomi të teleskopit. Rezultatet e të nxënit. Në fund të kësaj ore mësimi, nxënësi tregon çfarë është teleskopi dhe çfarë zbuloi Galileo. Përshkruan se si punon teleskopi me pasqyra në modelin e Newtonit dhe tregon zbatime të ndryshme në astronomi të teleskopit. Situata e të nxënit. Situata e të nxënit ka të bëjë me pamje të sistemit diellor, të tokës dhe planeteve të tjerë. Fjalët kyçe janë teleskop, astronomi, sistem diellor. Fillojmë me situatën e të nxënit. Janë paraqitur disa foto të marra nga qielli. Fotoja e parë paraqet qiellin në një natë vere të kthjellët vere, ku të gjithë na ka qelluar rasti të shikojmë qiellin që ndriçon nga yje të ndryshëm, me forci dhe madhësi të ndryshme. Këtu kemi pamjen e tokës, e hënës, sateliti i tokës i marrë nga toka. Pamjen e hënës nga afër, pra është bërë një foto e hënës në afërsitë në sipërfaqen e saj. Këtu kemi sistemin diellor me planetet që përbëjnë këtë sistem diellor. Si kemi arritur të marrim këtë foto? Si njeriu ka zbuluar, domethënë se si është ndërtuar toka. Njeriu që në fillesat e tij ka qenë kurioztar për hapësirën që e rrethonte dhe prandaj janë bërë përpjekje të ndryshme për ndërtimin e pajisjeve që studionin ndërtimin e hapësirës rreth tij. Teleskopët e parë janë ndërtuar vite me radhë, që në shekullin e 16 dhe në Holland, por i pari që ndërtoi një teleskop të mirëfillt ishte Galileo. Teleskopi Galileut ishte përbërë nga thierra të vendosura në një tub të gjatë. Me anë të tij ai mund të shikonte trupa të ndryshëm qiellor, si hënën, planetet të tjerë. Zbulimet e tij provuan se toka dhe planetet rrotullohen rreth diellit. Një mënyrë paraqitje se si janë vendosur thierrat në një tub, pra në një teleskop të ndërtuar sipas Galileut, është ky, janë thierrat që të bëjnë të mundur marrjen e valve të dritës ose pamjet që japin trupat qiellor dhe ne arrim të shikojmë në anën tjetër të këtij tubi. Ndërtimi në këtë mënyrë i teleskopit, pra me anë të thierrave, sipas Galileut, kishte disa probleme. Thierrat nuk jepnin një shëmbullim shumë të mirë të objektit, pasi ato që të marrin të shëmbullime e trupave shumë të mëdhenj duhet të bëheshin dhe thierrat shumë të mëdha. Por thierrat shumë të mëdha japin shëmbullime të shtrëmbëruara, pra jo të qarta. Në këtë mënyrë, pra, duke rregulluar defektin që patën në teleskopët e Galileut, u morë Newtoni, i cili ndërtoi një teleskop ku thierrat i zëvendësoi me pasqyrë të lakuar. Ky teleskop nuk i shtrëmbëron shëmbullimet. Me anë të tij mund të shikohen trupa shumë të largët edhe të mëdhenj. Një paraqitje, domethënë se si është ndërtuar teleskopi me pasqyra sipas Newtonit, është ky këtu, ku rrezet e dritës që vijnë nga hapësira, pra nga trupat qiellor që ndodhen në hapësirë, bien mbi pasqyrën e lakuar, pasqyrohen tek një pasqyrë tjetër dhe pastaj shkojnë tek një thierrë e cila bën të mundur që ato të shkojnë tek syri i njeriut. Në këtë mënyrë, pra me anë të pasqyrave të lakuara, është ndërtuar edhe teleskopi hapësinor Hubble, i cili është shumë i njohur në ditët e sotme. Ky teleskop u hodh në hapësirë, pra nuk është i vendosur në tokë, por është i vendosur në hapësirë. U hodh në hapësirë në vitin 1990 dhe deri më sot ai vazhdon të japi foto nga hapësira qiellore. Na jep foto të trupave qiellor të ndryshëm që ndodhen në të. Ai ndodhet jashtë atmosferës dhe na jep pamje shumë të qarta të këtyre objekteve, sepse po të vendosej në tokë, dim që atmosfera e ndryshon në rrezet e dritës, pra pamja që do merren nuk do ishte shumë e qartë. Zbatimet të teleskopëve në astronomi. Teleskopët përdoren shumë në astronomi për studimin të trupave qiellor.
Por përveç teleskopëve që perceptojnë dritën e dukshme, ka edhe pajisje që perceptojnë valë elektromagnetike të tipeve të ndryshme, që nuk janë të dukshme, por të dritave të valëve elektromagnetike që janë të padukshme. Teleskopi hapësinor Hubble mund të detektojë, pra të kapi, rrezatimin infratë-kuq, dritën e dukshme dhe rrezatimin ultraviolet. Pra ai na jep një paraqitje në dritë kuqe dhe në dritë ultraviolet të trupave qiellor. Kjo këtu për shembull është pamja e Saturnit e parë me rreze të padukshme. Teleskopët luajnë një rol të rëndësishëm në astronomi për studimin e hapësirës rreth nesh. Ato mund të vendosen si në tokë edhe në satelitët artificial. Për detyrë shtëpie, për të marrë informacione më shumë, domethënë, për përdorimin e teleskopëve, keni informacione mbi teleskopin Hubble. Shikojmë pra se për çfarë përdoret ky teleskop dhe çfarë pamjesh na jep ai në ditët e sotme. Ju falenderit, mirupafshim.